Hetim para prak duhet zhvilluar. Pra edhe sikur personi me vetë iniciativë ekziston dhe fillimi i hetimit me iniciativë. E nxis prokurin e Shkodrës në rastin fjalë, apo ta filloj një hetim të tillë. Sa i përket pjesës tjetër të pyetjes tuaj. Shiko, unë jam bariu, në kuptimin kryetari i grupit është bariu dhe të lutem ta mbaroj. Dhe më thoni që unë nuk kam një njoftim, që një koleg para të më sjelli me shkrim ose një komunikim deri të premten kam pasur komunikim të ditët javën e kaluar sepse do ishim bashkë në një delegacion bashkë me kolege dhe megjithatë secili ka vendimarrjen e vet. Por të mos harrojmë që ne kemi mandate përfaqësuese, unë e them shpesh. Të gjithë ne, deputetët e Partisë Socialiste, jemi këtu sepse na kanë votuar votuesit e Partisë Socialiste. Dhe u them shpesh kolegëve më të rinj, edhe atyre që nuk janë deputet, por kanë një mandat përfaqësimi të Partisë Socialiste. Të shkojnë ta provojnë një herë pa grushtin dhe trëndafilin si dali. Ajo tha do vi në Tiranë me kmes dhe me kec edhe do i sfidojë. Flasim për personazhe të cilët një pjesë janë të arrestuar dhe një pjesë janë denoncuar dhe për krime zgjedhore. Nuk ju bën përshtypje zoti Balla? Kam pasur një mik kaubojsin që erdhi atëherë këtu dhe pastaj iku dhe kur doli vetë e provoi se sa vota mori. Kështu që për mua tash unë kam vite në këtë punë. Një pyetje tjetër. Duke parë 2 operacionet e fundit të prokurisë së posaçme, ku prej kohësh në raporte ndërkombëtare Shqipëria është konsideruar si një lavatriçe e pastrimit të lekëve të drogës. Ndërkohë, kryeministri gjitha këto pretendime dhe shkrimet mediatike i ka cilësuar si pallavra. Pas këtyre 2 operacioneve, ku të paktën 500 milionë euro janë sekuestruar dhe duket qartë infiltrimi i parave pista në sektorin e ndërtimit. Ju si mazhoran, zoti Balla, si ish ministri i brendshëm, si kryetari i grupit parlamentar, a ndjeni ndonjë përgjegjësi për këtë situatë në këto vite? E para, të gjitha këto arritje të luftës kundër krimit të organizuar i kam paraqitur në Parlamentin Evropian si suksese të Shqipërisë. Dhe nëse ka një prej shumë arsyeve të vendimit me 74% Parlamentin Evropian, më shumë se çdo vend tjetër i rajonit në mbështetjet e Shqipërisë, është pikërisht këto rezultate. Por i dashur Klajdi, edhe kushdo tjetër, Shqipëria po e lufton krimin organizuar. Shqipëria nuk është siç thuati, që ka lavatriç. Shqipëria është vendi më i bukur në Europë. Të lutem ta mbaroj. Po të lutem. Shqipëria është vendi më i bukur në Europë. Shqiptarët janë njerëz shumë punëtor. Shumica e shqiptarëve punojnë dhe jetojnë me djersën e ballit. Maskarënj dhe drur të shtrëmbur ka në çdo komb. Sa histori të tilla referohen çdo ditë në Policinë e Shtetit, në Guardia di Finanza e Italisë. Çdo ditë. Lutem, ne kemi punuar të dy së bashku kur unë isha ministri i brendshëm. Të lutem. Dhe për shkak të e ndjek çdo ditë raportimet që bën në faqen e tij Facebook ministri i brendshëm Pjandedosi. Edhe po ta shikoni ndiqen edhe ju, ke çdo ditë raportime të goditjes së ndërlidhjes mes sipërmarrës caktuar me le të themi edhe me fenomenet pasimikore. Por 1, 2, 3 ndërtues nuk mund bëjnë pjesë të gjithë ata ndërtues tjerë. Në Shqipëri ka burra e gra, kompani, njerëz të cilët e kanë nisur nga zero dhe punojnë me punë të ndershme. Nuk ka një ushtrim logjik. Lutem, nuk mund të lutem. Duke normale sepse kjo që po them është paralajmëruar për vite. Ajo Adam Smithi që është themeluesi i doktrinës të kapitalizmit, e ka thënë shumë qartë që çështja e çmimeve është paracaktim që vjen mes ekuacionit kërkesë-ofertë.
Dhe sa kohë që ka një kërkesë në rritje për të blerë apartamente dhe ju harroni një element. Një prej arsyeve të rritjes çmimeve në Shqipëri është dhe fakti që shumë qytetarë huaj po blen apartamente në Shqipëri. Dhe ky është i fakt. Por ndërkohë ju lutem, dhe ju keni një detyrë, domethënë heroike. Nuk duhet bërë pis Shqipëria, se t'ju them të drejtën jam ndier shumë i fyer, një koleg eurodeputet belg më vuri para do ja çoj një revistë belge, e cila në faqet parë flamurin ton kuqezi e kishte bërë shkapën ton e kishte bërë të bardhë për shkak të le të themi të një pislëku për të identifikuar shqiptarët me veprat kriminale. Tani në çdo komb Italia ka historinë e vet me grupet kriminale. Çdo vend ka historinë e vet, por në ka një vend dhe këtu Spaku meriton një duartrokitje, meriton një falënderim. Në ka një vend ku një kohë ka shkurtër, që nga ngritja e prokurisë posaçme në 2019, kur filloi mandati i parë. Spaku po. Të lutem. Ju ndjeni përgjegjësi. Po Spaku është pjesë e shtetit shqiptar tash. Spaku është i Shqipërisë, Spaku, po të lutem, po sepse jo përkundër, jo unë nuk ndjej. Jo, unë nuk ndjej përgjegjësi, unë ndjej krenari, se po mos ishte Partia Socialiste nuk do ekzistonte Spaku. Nuk do ekzistonin. Dhe duhet ta dinë dhe gjithë qytetarët shqiptarë dinë se sikur këtu ke kjo godina këtu. Mos jetë Partia Socialiste shumicë, nesër e shkojnë Spaku. Flasim pak për Partinë Socialiste. Po. Duhet të kuptojmë çfarë po ndodh përsa këtë neomalsorës. A ka një përplasje të PS-s në Shkodër? A ju e keni bërë një analizë pse ajo ka marrë një vendim të tillë në mënyrë të papritur? O Fiorella, po pse me vërtet mendon që unë do të bëj analizë që një deputete e re e cila pa qenë anëtare e Partisë Socialiste u ftua atje pjesë e ekipeve tona një ditë bukur, pasi u mori dhe medaljen e falënderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'du të vi më në punë. Çfarë analize do të bëjmë për këtë? E mirë, kam një pyetje tjetër që e pason. Edi Rama ka bërë gabim që i ka vendosur në lista të mbyllura apo në krye të listës disa njerëz pa angazhim apo Edi Rama ka shumë merita. Dhe një ndër meritat themelore të Edi Ramës, se tash këtu duhet i themi ca gjëra, është që i ka mbajtur dyert e Partisë Socialiste të hapura edhe për kontribute. I kam dëgjuar shumë, edhe ndonjë koleg që thotë shiko se është bërë gabim që një njerëz pa qenë antar i Partisë Socialiste vjen të bëhet deputet. Por mos harroni një element thelbësor. Ne kemi thënë prej vitit 2017, pasi i zbuam antarët e koalicionit qeverisë në cilin bënin pjesë, ndërtuam një raport me qytetarë. Pra, ndërtuam një koalicion me qytetarë. Prej 2017-ës, ne nuk kemi bërë as aleancë, as forcë politike, por qeverisim vetëm. Kemi fituar vetëm dhe qeverisim vetëm. Dhe këtë aleancë e kemi lexuar edhe si një instrument ku ftohen të bëhen pjesë edhe ata që nuk janë pjesë të antarë të Partisë Socialiste. Kështu që ky është argumenti im. Pra, zonja në fjalë, që vjen që sa qeshara, ti je rregull ti je hajde miga. Jo, po na filmon tu që ne ju keni po harxhoni kaq shumë kohë këtu dhe ai po pret atje që pret radhën. Urdhëro. Po. Tani më që ajo nuk ka bërë një shkresë zyrtare për të larguar, që thoni vetëm në rrjetet sociale ka bërë. Ju pse nuk merr një veprim për ta larguar nga grupi? Po prit po është vetë për ashtu, jo, po duhet një veprim zyrtar. Para është, veprimi zyrtar është tani ju e dini që në rregulloren e kuvendit edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani ku diun që si kanë vjedh Facebook-un zonjës për shkak. Unë telefon nuk keni folur, s'keni arrit të komunikoj fare? T'ju them të drejtën, jo më të unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hapur. E kam marrë aty, kam para të lajë, kam marrë telefon, kaq. A ka njerëz të tjerë brenda grupit parlamentar që janë po ka kritik
sa tashmë është bërë ndaj qeverisjes, ndaj majorancës, sa ajo tha që mua ma kanë vjedhur mandatin deputetit për 10 muaj, tani do jetë imi. Në faktin, jo vetëm për mandatin, jo faktin për atë. A ka deputet të cilët janë kritik brenda grupit parlamentar? Për këtë nuk jap asnjë ka aq shumë gjëra për të folur. Tani sa i përket shpirtit. Kjo është e rëndësishme pasi kjo s'ka ndodhur në Partinë Socialiste prej vitesh, shpirtit duket një gjë e re. Gjë. E para është kritiku më i madh për problematikat tona të brendshme, të mënyrës qeverisjes, nëse doni, të arrogancës së drejtorëve, apo çdo pushtetari tjetër Partisë Socialiste është Edi Rama. Nuk ke një kongres Partisë Socialiste në tonë nga 2013 në këte, që Edi Rama të mos jetë kritikuesi kryesor i këtyre fenomenave. Edhe unë kam bërë një gjë tillë dhe shumë kolegë tjerë bëjnë një gjë tillë. Sepse vetë kritika ose shpirti i vetë korrigjimit është një prej dimensioneve themelore në partinë tonë. Dhe arsyeja pse jemi sot partia më e madhe, edhe sot, edhe në sondazhin e këtyre ditëve, Partia Socialiste është me diferencë partia më e madhe në Shqipëri, është pikërisht se shqiptarët e dinë fare mirë. Ai merrni sërish 83 mandate me këtë sondazh? Në 2009. Jo, me këtë sondazh që keni bërë. Të fundit. Ndoshta edhe pak më shumë. Sepse u thash aty, e dëgjuat çfarë u thash në foltore dhe i dhimbti shumë Saliu. E dini çfarë thash? Ky moment ndodhi për shumë arsye, por ka një fitore e ka arritur protesta. Dhe fitoria më e madhe që arriti protesta është që i mori sheshin Saliut. Ja mori sheshin Saliut sepse ishte një turp. Sa mori dhe Partia Socialiste. Ju dini dot ju zoti Balla dhe kryeministri aty në shesh tani? Dëgjoj, mua më pëlqen shumë sepse në fakt mu mbyll një rubrikë dhe mu hap një tjetër në Facebook, se mu mbyll rubrika e Krushve. Po ca ditësh të punonte kamera për Krushit e tjerë. Jo, shiko. E para është ty të lejohet të bësh komente se thyen statutin. Por të lutem. Por jam i lirë. Çaj lirë. Nëse. Por e vërteta është që fitore ka arritur protesta. Edhe unë do ju ftoja ju t'ja bëni pyetjen Saliut, i thoni, dëgjoj, zoti Balla të bëri një sfidë, të tha kur do dalish i xhiro nga protesta. Nuk e duan zotin Berlisha, as zotin Rama. Ju zoti Balla, po ju kur do dilni një xhiro shesh bashkë me kryeministrin të? Unë jam kundër protestës. Ja, shkon. Tash e para është unë jam kundër protestës sepse protesta ka humbur arsyeën pse filloi. Pra, nëse mbani mend, në ditën e parë të dytë, ju mendoni që protesta është vetëm për flamingot? Jo, shko, protesta lindi për një çështje. Ajo çështje ka rënë. Pra, sepse e para s'ka ndërtim aty, s'ka rrethim, s'ka asgjë. Qytetari që terrorizvar nuk ka rënë. Ai që terrorizvar është burg. Po pra, tani, se janë dhe këto goca tu të bëmë të në laftë tash. Unë po them që se po na vjen gonshej. Jo, biza tash. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që ne kemi të drejtë. Pra, ne jemi këtu, ky është pozicioni jonë. Pse them? Sepse ju thoni që protesta nuk e do zotin Berisha, edhe zotin Rama? Patjetër, zotin Rama, dhe ndërkohë punojësit e syrit me që jemi këtu, apo deputetet e Partisë Demokratike i ke te protesta. Janë dy gjëra që nuk shkojnë. Ato ndoshta nuk e... Edhe Greta sa ka i qerekore, se vetëm ti ke fat. Urda. S'ka pyetje. S'kishe pyetje Greta. Zoti Balla, ju pëlqen ose konfirmoni që ju bën pjesë të aleancës, sa ata thonë Rama Berisha janë bashkë, jeni në aleancë. Protestuesit. Urdhër dhe herë? Protestuesit thonë që Rama Berisha janë bashkë. Ju pëlqen aleanca që ju kanë veshur aty? Tani u thash diçka sot aty në seancë, se thon protestuesit thon Berisha në burg. Patjetër. Po një prej kërkesave. Dhe keni këtu, po nuk jam dakord pra, keni këtu një njeri që me firmë, jo si Nesli Angoni, po me firmë ka firmosur një kallëzim penal, kam firmosur disa pa, ti jam korrekt, no? Kishit harruar. Po, ti e parasish aty. Unë në gjyq kam thënë i qëndroj kallëzimit tim. Por elementet të caktuara të dhëndrit Saliut nuk mbaj mend se s'më intereson. Por unë i qëndroj atij kallëzimi. Dhe në bazë atij kallëzimi Saliu ka qëndruar të paktën deri tani në arrest shtëpie një vit dhe është
nën akuzë për korrupsion. E kam kallëzuar unë. Dhe kështu që në këtë këndvështrim, gjëja që më duket qesharake është një parti politike. Konsekuenca është një prej elementëve thelbësor të një partie politike. Kur një parti politike ditën e parë protestës akuzon kundërshtarin, pra qeverinë, dhe i thotë që organizatori i protestave është Edi Rama. Ka thënë kështu apo jo? Kështu ka thënë në konferencë përshtypje. Në ditën e 5 thotë që një qendrim tjetër, në ditën e 15 del në kuvend, në foltorët e kuvendit dhe thotë vi këtu në emër protestues. Hey, falni. Po atë fëtshunat e ri dhe gocët e re e marrin e shoh nuk pelikanin Kaçurrel tu duket si flamingo? Ja. Ka dallim të madh mes pelikanit Kaçurrel dhe mes flamingove. Kështu që kjo është diferenca. Faleminderit. Adesso è lei nama. Tu rite o ashtu po ashtu.